Me numër 10, Shqipe Mehmeti Selimi. Shqipja ka studiuar menaxhim dhe informatik, ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën operative të Drenicës në vitin 1998 dhe më pas në zonën operative të Karadakut në vitin 1999. Shqipe Mehmeti Selimi ka qenë deputete në 3 legjislaturat e fundit të Kuvendit të Republikës Kosovës, ku ishte anëtare e Komisionit për çështjet sigurisë dhe mbrojtjes dhe Komisionit për punë të jashtme dhe diasporë. Me numër 11, Andin Hoti. Andin Hoti ka studiuar menaxhim dhe informatik në Universitetin e Prishtinës, më herët ka shërbyer si deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, anëtar i Komisionit për Bujqësi dhe i Komisionit për Financa Publike. Nga viti 2021 ka ushtruar detyrën e kryesuesit të Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur me dhunë. Në këtë pozitë ka udhëhequr procesin e institucionalizimit të kërkimit për personat e pagjetur. Në zgjedhjet e fundit parlamentare u zgjodh deputet, ndërsa në vitin 2026 mori detyrën e ministrit të punës, familjes dhe vlerave të luftës shqiptare. Numër 12, Arben Vitia. Arbeni ka diplomuar në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë në drejtimin mjekësi e përgjithshme. Ka shërbyer si drejtor i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës. Në 4 zgjedhjet e fundit në Kosovë, Arben Vitia u zgjodh deputet dhe në 3 qeveritë e formuara nga lëvizja vetëvendosje ka mbajtur postin e ministrit të shëndetësisë. Arben Vitia është kryetar i qendrës së vetëvendosjes në Prishtinë. Numër 13, Saranda Bogojevci. Saranda ka diplomuar në Universitetin Metropolitan të Manchesterit në Britani të Madhe dhe është në përfundim të studimeve master në drejtësi tranzicionale të drejtet e njerëzit, ligj dhe rend në Akademinë e Gjenevës. Saranda është një nga të mbijetuarat e masakrës së Podujevës gjatë luftës në Kosovë, përkundër 16 plumbave që qëlluan në trupin e saj kur ishte vetëm 13 vjeçare. Më herët ka shërbyer si drejtoreshe kulturës, rinisë dhe sportit në Prishtinë. Në legjislaturën e 8, Saranda ishte nënkryetare e Kuvendit Kosovës dhe kryesuese e delegacionit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Këtë vit Saranda Bogojevci është emëruar Ministre e Kulturës dhe Turizmit. Numër 14, Arbrije Nagovci. Arbrija ka studiuar gjuhë dhe letërsi shqipe dhe drejtësi, ndërka që ka përfunduar studimet master në shkencat juridike ndërkombëtare. Karrierën e saj profesionale e ka nisur si mësimdhënëse e gjuhës shqipe, ka shërbyer si drejtoresh për arsim Prishtinë, si nënkryetare e Kuvendit, ministre arsimit, shkencës dhe teknologjisë, ndërkaq në legjislaturën e fundit Kuvendit, Arbrija ishte kryetare e grupit parlamentar. Arbrije Nagovci është kryetare e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosur. Me numër 15, Arton Konushevci. Arton Konushevci është gazetar dhe profesionist i komunikimit publik me mbi 2 dekada përvojë në media dhe në gazetari hulumtuese.
I diplomuar dhe me studime master nga Universiteti në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, ai ka ndjekur gjithashtu programe ndërkombëtare në fushën e demokracisë, integrimeve evropiane dhe të diplomacisë. Karrierën e tij e ka zhvilluar në media të njohura si Radio Evropa e Lirë, KTV, Top Kosova Radio dhe Koha Ditore, ku ka ushtruar role si gazetar, korrespondent dhe redaktor. Për kontributin e tij profesional është vlerësuar me çmime dhe mirënjohje ndërkombëtare për raportime me ndikim shoqëror dhe trajtim profesional të çështjeve publike. Artoni është vllai i dëshmorit Ilir Konusherci. Me numër 16 Ejub Maqedonci. Ejupi ka përfunduar 2 programe master në studime strategjike nga Kolegji i Ushtrisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Pensilvani dhe master i shkencave dhe arteve ushtarake nga Kolegji i Komandës dhe shtabit përgjithshëm të ushtrisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ka shërbyer si komandant i batalionit të parë të brigadës 153 të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me një karrierë 24 vjeçare. Si oficer ushtarak i Kosovës, Ejub Maqedonci e mban gradën kolonel. Në vitin 2023 është emëruar ministri i mbrojtjes, detyrë në të cilën është riemëruar si vjet. Me numër 17, Blerim Gashi. Blerim Gashi është politolog me ekspertizë shumë vjeçare në politikat publike dhe qeverisje me fokus në qeverisjen lokale. Ai ka dhënë kontribut në zhvillimin e mendimit kritik dhe politik prej shumë vitesh tashmë. Përveç në sferën politike, Blerimi ka përvojë shumë vjeçare në menaxhimin e projekteve në shoqëritë civile dhe media. Në zgjedhjet e mbajtura me 28 dhjetor 2025, Blerim Gashi u zgjedh deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, në legjislaturën e 10 ishte antar i Komisionit për Legjislacion dhe i Komisionit për Integrim Evropian. Blerim Gashi është nga Partia Partnere Guzo. Numër 18, Fatmire Mulhaxha Kolçoku. Fatmirja është doktoresh dhe specialiste epidemiologjisë, ka përfunduar studimet postdiplomike 2 vjeçare në menaxhment shëndetësor në kuadër të Agjencionit Evropian për Ndërtim në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Në politikë është angazhuar që nga viti 2004 dhe është zgjedhur deputete në 7 legjislatura të Kuvendit të Kosovës. Doktoresha Fatmire ka shërbyer 2 mandate si nënkryetare e Lëvizjes Vetëvendosje, aktualisht është kryetare e Këshillit Përgjithshëm të organizatës Gratë për Vetëvendosje. Numër 19, Artone Rizvanolli. Artonia ka përfunduar studimet në ekonomi në Universitetin e Prishtinës dhe studimet master në Universitetin Staffordshire. Në vitin 2012 ka doktoruar në fushën e ekonomisë në po këtë universitet, mbi lidhjen mes kapitalit njerëzor dhe investimet e huaja direkte në ekonomitë evropiane në tranzicion. Për 15 vjet punoi si hulumtues